Ai ishte flamuri më i bukur në botë Albania. I mbyllën të gjitha rrugët toksore, por harruan se Shqiponia vjen nga qielli. 25.000 zëra serbësh në tribuna, që qireshin pasi sytë nuk u aduronin këtë pamje. Nuk u apranonin të vërtetën. Mbrëmja e 14 tetorit 2014 në Beograd nuk ishte një ndeshje futbolli. Ishte arenë simbolike e një përplasjeje të gjatë, mes dhunës dhe dinjitetit, mes padrejtësisë historike dhe identitetit të mohuar. Para se të nisim këtë rrëfim që ka tronditur Evropën dhe ngjalli krenarin shqiptare si rrallëherë, mos harroni të pëlqeni këtë video dhe të abonoheni në Histori Epike. Këtu historia jon nuk është thjesht e kaluar, ajo rilind, bëhet frym dhe zemër. Ndihmoje këtë kanal të rritet, që të sjellim edhe më shumë tregime që nuk guxojnë të harrohen. Serbi, Shqipëri, për herë të parë në histori. Kombëtarja shqiptare shkeli tokën serbe me një barë të rëndë mbi supe, jo vetëm për të luajtur, por për të përfaqësuar gjithë një popull të nëpërkëmbur në dekada. Situata për parandeshjes ka qenë mjaft e tensionuar. Për shkak të natyrës së kësaj ndeshjeje, rreth 3500 policë serb ishin caktuar për të kujdesur për sigurinë jashtë stadiumit. Por ky kujdes ishte i drejtuar vetëm drejt shqiptarëve, e jo nacionalistëve serb. Edhe pse kjo ndeshje kishte rrezikshmëri të lartë, UEFA vendosi që këto dy skuadra të mos ndahen në grupe të ndryshme. Pasi sipas asaj, këto shtete kurrë nuk ishin përfshirë në një luftë kundër njëra tjetrës, pavarësisht mosmarrëveshjeve mbi Kosovën. Gjithashtu UEFA theksoi se asnjëra nga federatat nuk ishte kërkuar që skuadrat e tyre të ndaheshin. Në stadiumin Partizani në Beograd nuk ishte i pranishëm asnjë tifoz shqiptar. Autoritetet serbe nën pretekstin e sigurisë ndaluan pjesëmarrjen e tifozëve kuqezi. Por ata lejuan tufa njerëzisht të pajisur me poster racist. Flamuj të urrejtjes, pankarta me fytyrën e arkanit dhe thirrje si vrit, therr, që të mos mbetet shqiptar. Gjatë ekzekutimit të himnit shqiptar, serbët filluan të fërshëllenin, duke bërë pothuajse të pamundur dëgjimin e tij. Çdo prekje topi nga kuqezinjt shoqërohej me fishkëllima dhe sharje. Kore raciste mbulonin fushën. Në sytë e serbëve nuk kishte sport, kishte hakmarrje historike. Gjatë fillimit të ndeshjes, tifozët serb dogjën një flamur të NATO-s. Pas 15 minutash lojë, hidhet flakadani i parë në fushë. Rreth 10 minuta më vonë, tifozët serb ngren një flamur grek. 10 minuta përpara përfundimit të pjesës së parë, tifozët hedhin sërish një flakadan në drejtim të anësi agullit, i cili po gjuante një goditje nga këndi. Objekte të tjera vazhdojnë të hidhen drejt tij si dhe drejt gjyqtarit anësor. Ndeshja ndërpritet, përkohësisht e futbollistët serb Lazovic dhe Kolarov përpiqen të qetësojnë tifozët. Pas 40 sekondash loja rifillon. Në minutën e 40, një shishe hidhet në drejtim të bekimbalajt. Dhe disa tifoz serb përpiqen të hyjnë në fushë. Por shqiptarët qëndronin të qetë, të pathyeshëm. Minuta e 41. Ndeshja ishte ndërprerë sërish për shkak të hedhjes së flakadanëve në fushë nga ana e tifozëve serb. Nga errësira e natës. Në një lartësi të ulët mbi tribunat, lëviz ngadalë një dron i vogël me 4 helika. Në fillim, askush nuk e kupton çfarë po ndodh. Pastaj zemrat ndalojnë.
Ai ishte flamuri më i bukur në botë Alban. Në varëse të dronit është një flamur, jo vetëm ai kuqezi, por një simbol shumë më i madh. Një flamur me portretet e Ismail Qemalit dhe Isa Boletinit dhe një mbishkrim të madh: Autoktonos, autokton, vendas, të lashtë. Një harë që shfaq të gjitha trojet shqiptare, nga Ulqini në Prevez, nga Shkupi në Plav. Në mes të Beogradit, para 25.000 tifozëve armiqësor, në një vend që për dekada ka mohuar ekzistencën e shqiptarëve, një flamur u ngrit mbi gjithçka. Futbollisti serb Stefan Mitrović e sheh flamurin dhe vrapon drejt tij. Ai e kap me duar dhe tenton ta shqyej me forcë. Por nuk ishte një cobezi që po grisej, ishte historia një kombi. Reagimi i futbollistëve shqiptar ishte i menjëhershëm. Gjaka, Mavraj, Lila, Cana, të gjithë u hodhën në mbrojtje të flamurit, e rikthyen me përkushtim, e mbrojtën me zemër. Flamurin e kapi sulmuesi Bekim Balaj për ta mbrojtur nga përdhosja. Në atë moment nisi gjithçka. Një tifoz serb kalon barierat, vrapon në fush dhe sulmon fizikisht Balajn, i cili pak minuta më herët kishte qenë ndër më të rrezikshmit për portën serbe. Por ndërkohë, kapiteni Lorik Cana reagon si luan. I afrohet tifozit dhe e grushton për ta larguar nga shoku i skuadrës. Rreth tyre 10 persona, tifoz dhe ndihmës teknik serb sulmojnë, shtyejnë, godasin lojtarët shqiptar. Asnjë nga forcat e sigurisë nuk ndihmon, përkundrazi, në disa pamje ata vetë sulmojnë kuqezinjt. Në fush u vure edhe prania e Ivan Bogdanov, edhe pse i dënuar për të mos u futur në stadiume. Futbollistët shqiptar me trupa të lënduar, por me shpirt të pathyeshëm vendosin. Nuk kaloj pa respekt, nuk kaloj pa dinjitet. Me flamurin në dorë dhe kokën lart, largohen nga stadiumi, duke u futur në histori si djem që mbrojtën kombësin në një nga skenat më armiqësore në Evropë. Përpara se skuadra shqiptare të largohej, policia serbe kontrolloi çantat e të gjithë personave të delegacionit të mbështetësve nga Shqipëria, në një përpjekje për të gjetur komandën e dronit, por pa sukses. Autori i atij akti simbolik ishte një djalë i ri shqiptar, Ismail Morina, i njohur si ballisti, tifoz i flakti kombëtarës, i dashuruar me atdheun dhe me historinë shqiptare. Ai kishte planifikuar gjithçka me përpikmëri, kishte siguruar dronin, kishte testuar fluturimin. Kishte gjetur vendin ku mund të komandonte pajisjen pa u diktuar. E gjithë kjo për të bërë atë që nuk guxonte askush ta thoshte me zë në Beograd: ne jemi autokton. Pas kësaj ngjarjeje, ballisti u shpall në kërkim nga autoritetet serbe. Ai u arrestua më pas në Kroaci dhe Serbia kërkoi ekstradimin e tij. Por presioni ndërkombëtar dhe fushatat e shqiptarëve kudo në botë e shpëtuan nga burgosja në Serbi. Ai u lirua dhe mbeti një simbol i gjallë i guximit kombëtar. Sa nisi përleshja në Beograd, shqiptarët në Tiranë, Prishtinë, Shkup, Tetov, Kumanov, Strug, Ulqin e Diaspor u ngritën në këmbë. Qytetet të tëra shpërthyen në fest. Njerëzit dolën në rrugë, valevitën flamuj, u përqafuan me slotëve dhe krenarisë. Një akt i vogël i rezistencës simbolike u kthye në ngjallje të ndjenjës kombëtare. Pamjen nga Zvicra, Gjermania, Anglia, Shtetet e Bashkuara, shqiptarët dilnin me flamuj dhe këndonin si të ishin në një finale të madhe. Nuk kishte rëndësi rezultati, kishte rëndësi ndjenja që u ringjall.
Kur kombëtarja u kthye në Tiranë, i priste një det njerëzish. 10 mijëra tifoz shqiptar që kishin lënë punët, shkollat, gjithçka, vetëm për të përshëndetur djemt që u përballën me 25.000 serb dhe nuk u përkulën. Me Eduard trokitje, flamuj, fishek zjarre dhe këngë patriotike, shqiptarët treguan se këta djem nuk ishin vetëm futbolist, ishin bij të denj të një kombi me dinjitet. Disa ditë më vonë, kombëtarja shqiptare dekorohet me medalje mirënjohjeje dhe nderi në Tiranë, Vlorë, Kamës dhe Bajramcur për mbrojtjen e simboleve kombëtare. Fillimisht UEFA e shpalli Shqipërinë fajtore dhe ja dha fitoren Serbisë në tavolinë, por pas apelimit në gjykatën e arbitrazhit sportiv, vendimi u përmbys. Serbisë ju hoqën 3 pikë dhe ju vendos gjobë, ndërsa Shqipërisë ju dha fitoria 0-3 për shkak të dhunës dhe racizmit në stadium. Ky vendimi ishte jo vetëm një fitore sportive, por një triumf i së vërtetës. Një natë, një flamur dhe një dron. U bën më të fortë se 25.000 ulërima urrejtjeje. Një komb u ngrit përmes qiellit të Beogradit dhe historia tregoi se si shumë herë edhe kur jemi të rrethuar nuk e ulim kokën, por e ngrejmë flamurin. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.